Kryeministri Edi Rama gjatë një interviste të dhënë për Deutsche Welle foli për procesin e antarësimit si dhe çështjen e Kosovës. Për kreun e qeverisë, antarësimi nuk është në dorën e Shqipërisë, por ai u zotua për kalendarin ambicioz se vendi do të përmbush të gjitha reformat brenda vitit 2027. Kjo nuk është në dorën tonë apo në dëshirën tonë. Ne është e vërtet, e kemi nisur nga shumë prapka këtë garë dhe këtë vrap dhe tani jemi si të thuash në pararoj, siç i quajnë ata vendet që janë në një pozicion më të përparuar. Vendet pararoj, së bashku me Malin e Zi dhe gjasat janë që së bashku me Malin e Zi ne të jemi në këtë proces, ndërkohë që përsa u përket vendeve të tjera, ato kanë disa probleme të një natyre tjetër që duhen zgjidhur me patjetër. Pra, asnjëri nga këto vende nuk e ka veten në dorë si të thuash, sepse Maqedoninë e Veriut e mban të lidhur kërkesa e Bullgarisë për të zgjidhur një problematik mes tyre. Kosovën dhe Serbinë mban të lidhura fakti që i mosnjohjes së Kosovës në Serbia dhe pastaj Bosnia është një rast i komplikuar i një natyre tjetër. I pyetur për relatat me kryeministrin Albin Kurti, kreu i qeverisë tha se MT ka marrëdhënie shumë miqësore, por për çështje të caktuara kanë dallime nga njëri tjetri. Madje i u ndal edhe tek dialogu, ku përsëriti theksoi se Kosova duhet të përmbushë në mënyrë unilaterale të gjitha kërkesat dhe t'ia lërë topin në derë Serbisë. Unë nuk u heqa si presi atyre që kam thënë dhe as nuk kam asnjë pishman për asgjë që kam bërë, sepse të gjitha i kam bërë nga interesi i Shqipërisë. Sipas meje, Kosova duhet të harrojë krejt Serbinë në kuptimin që duhet të përmbush në mënyrë utilitare të gjitha kërkesat e dialogut dhe t'ia lërë, siç i themi ne, topin në derë Serbisë, duke i thënë Europës, duke u thënë të gjitha vendeve të Europës, duke u thënë dhe atyre vendeve që nuk e njohin akoma, që ja kush jemi ne, i përmbushëm, i firmosëm, tani shkoni dhe merrni firmën e Serbisë, por duhet të shkëputet totalisht nga Serbia dhe nuk duhet të jetojë me idenë e Serbisë. Rama foli edhe për marrëdhëniet me Gjermaninë, ku theksoi se bashkëpunimi është pozitiv dhe se mbështet procesin e integrimit të Shqipërisë.